Të gjithëve, më kanë ardhur shumë kërkesa në inbox dhe nëpërmjet socialëve tjerë që përdori, si mund të bëhet lidhja të respektu normativat italiane në këtë rast, si mund të bëhet lidhja e një dhampe, do të thënë komandimi i një dhampe nga disa pika, jo nga një pikë me një çelës thjesht, nga dy pika me deviator ose me invertitor ose me disa invertitor. Unë kam bërë një skemë fizike, do të thënë ku mund shifen gjitha lidhjet e përcjellsave, por deshta me bëj një kalim shumë shpejt për sa i përket normativave dhe ngjyrave që ne duhet të përdorim. Atëherë, gjithmonë duhet të kemi një panel qendror ku arrin kurrenti drejt përcjellsave ose drejt prizave, gjithmonë duhet të kemi mbrojtjen me termike dhe diferenciale, që këta mund të flasim një moment dytë. Do të thënë këta është paneli ku mërn linjen për kontaktin direkte dhe për sa i përket fuqisë të pajisjeve. Atëherë, kena një përcjellës që quhet përcjellësi i tokëzimit. Ky përcjellës duhet të jetë me dy ngjyra të ndryshme, duhet të jetë jeshil i gjerber, do të thënë për sa i përket ngjyrave, duhet të jetë gjithmonë, duhet ta identifikojmë në çdo impjant që mund të hapim ose mund të shohim dhe gjejmë këtë përcjellësin me dy ngjyra, jeshil dhe gjelber, atëherë automatikisht e kuptojmë se kjo është nëse impjanti është bën të respektuar normativa CEI 648, automatikisht e kuptojmë se kjo është përcjellësi i tokëzimit. Përcjellësi i tokëzimit nuk duhet të kalojë absolutisht nëpër çelësa, nëpër deviator, nëpër invertitor, por të shkojnë direkt ke pajisja fundit që mund të jetë një dhamë, një prizë, një furrë elektrike, një kondicionator, një pompë ujit, një çfarë tjetër. Gjithashtu edhe teli i neutros, që është teli blu, shkruaj këtu, do të shkojnë direkt ke llampa në këtë rast. Kurse teli i fazës do të dalin me një tel që këtu mund zgjedhim, nuk ka një normativ që rregularizon këtë zgjedhjen tonë në këtë rast, është faza, mund të jetë një gri, mund të jetë një zi dhe mund të jetë një bujë kafe. Do të thonë mund të jetë një nga këto tre ngjyrat, kem rrin deri ke deviatori i parë. Në këtë rast na do ta ndezin llampen nga 4 pika të ndryshme, e mund të imagjinojmë një sallon të madh ku na nevojitet të ndezim një llampë ose disa llampa nga shumë pika. Atëherë i pari do të jenë gjithmonë deviatori. Mas deviatorit vijnë invertitorat gjithë me radhë, mund të jenë 2, 3, 4, 5, dhe i fundit do të jenë gjithsesi një deviator. Unë këtu kam përdor marka dhe modelet ndryshme, thjesht që me kanë sa më i thjesht shembulli që na marrin. Do të thënë nuk ka rëndësi a janë një markë ose një modelit ose një ngjyre, por funksioni i çelësit thjesht, i deviatorit, invertitorit, i pulsantit janë për gjithsej. Para se me shpjegu, do të thënë lidhjet këtu, thjesht deshta me shpjegu që ta kuptojmë në mënyrë sa më të mirë të mundshme se si funksionon. Atëherë, këtu kena panelin qendror ku ndodhet salvavita me diferencialin dhe me magnetotermikun, që do të flasim në moment dytë. Këtu del 220 voltshi. Këtu. Neutri shkon direkt ke llampa, kurse faza vjen ke deviatori i parë, siç shihet këtu. Deviatori i parë ka hymjen që është komune dhe pastaj në momentin që na e lvizin deviatorin, do të thënë bëjmë këtë lvizje mekanike. Ja, siç e shohim ka 3 tela këtu mbrapa. Ka hymjen dhe ka 2 daljet. 2 daljet shkojnë ke invertitori. Prej invertitori i parë shkojnë te invertitori i dytë, prej invertitori i dytë te i tretë, i katërt kështu me radhë, dhe i fundit është gjithmonë një deviator. Deviatori është i vendosur në këtë rast, në këtë mënyrë kështu, dhe del nga teli, nga kontakti i deviatorit dhe shkon direkt ke llampa. Do të thënë, lidhja korrekte është kjo. Deviatori është i pari që vjen nga paneli qendror, në këtë rast na kena këtu. Mandej lidhen disa invertitora me radhë, në fund është deviatori tjetër dhe shkon ke llampa. Normalisht edhe përcjellësi i tokëzimit shkon direkt në këtë rast ke llampa, në raste të tjera mund shkojnë direkt ke një prizë, mund shkojnë te një kondicionator, do të thonë
përcjellësi të gëzimit nuk duhet të shkputet në asnjëherë dhe asnjë mënyrë. Duhet të jenë gjithmonë që kjo është pjesa më kryesore e implantit elektrik. Domethënë, këtu duhet të kemi kujdes gjithmonë se është pjesa më kryesore dhe më e rëndësishme në një implant elektrik është tugëzimi. Atëherë, po e shohim këtu se si e kemi lidhur. Na dali me një përcjellës të zi, më falni për dialektin, që kërkoj falje se jo gjithmonë ta kuptojmë, por është më madhe se unë këtë punë. Kështu. Kemi fazën gri, zezë dhe kafe. Do të thënë, na mund zgjedhim këto tre ngjyra për daljen nga paneli qendror ose nga skatula ku bëhen gjithë lidhjet e përcjellësave dhe him ke deviatori i parë. Him ke deviatori i parë, pastaj dalim në dy tela tjerë prej deviatorit dhe shkojmë ke invertitori. Te invertitori him ke L1, L1 dhe L2 dhe dalim ke njëshi ke dyshi dhe kështu me radhë. Këtu mund të përdorim të njëjtat ngjyra ndryshe nga këto ku jemi të detyruar për me përdor njërë nga këto ngjyra këtu. Mund të përdorim një ngjyrë portokalle, një vjollës, një rozë, të bardha dhe zakonisht në çdo skatull lidhen, bahen bashkë me një rrotullim këtu me nastro izolant, në mënyrë që të jenë sa më të qarta në momentin që i shkohet për mu lidhë ke skatula. Do të thënë, hin me një tel të deviatorit parë, shkon te invertitori, prej te invertitorit të tjetër, prej invertitorit të deviatorit tjetër, dhe në fund shkon ke llampa. Atëherë, si mund ta analizojmë llampën? Marrën e deviatorit, mund ta fikum me këtë tjetrin, mund ta analizojmë me këtë tjetrin, mund ta fikum me këtë tjetrin dhe kështu me radhë mund bëjmë. Kjo është një shembull me 4 pika të ndryshme. Nëse na kena nevojë për me fut më shumë pika, për me analizë me fikë edhe më shumë pika, imagjinoni një korridor të një hoteli, të sikur janë disa zyre, mund vendosim aq pika sa në nevojitin, aq invertitora midis. Rëndësi ka, është e rëndësishme që të kemi deviatorin e parë dhe deviatorin e fundit. Gjithë tjerët mund të jenë deviator që është një hyrje-dalje të dy fijeve, mundësisht me të njëjtën ngjyrë, kështu që në këtë mënyrë mund ta realizojmë për sa i përket ndezjes të një dhampes ose të disa llampave, në rastin kur janë disa llampa mund bëjmë një paralel për dhampa të tjera nga 4 pika, 5 pika, 6 pika të ndryshme. Ky ishte shembulli që më keni kërku, shpresoj që të isha i qartë me këtë shembull. Faleminderit gjithëve.